E aty në takohet me njerëz, njerëz të ndryshëm që kishin përfunduar në burg ose për vjedhje, ose për gjëra tjera, për akuza. Disa prej tyre kishin qenë për aty që i kishin shërbyer edhe mbretët me harrat që kishin përfunduar në burg. Edhe pyetnin për çdo sen, interesoheshin për çdo sen për ta. Edhe kur kishin ndonjë shqetësim edhe ëndra dhe ata vetë kur shifshin, kërkonin prej Jusufit asoj ti komenton se e kupton se ki din, e ka diturinë e ëndrave, din ti komentojë mirë ata. Dy shokët e vet që ishin më të afërt, o Jusuf thot, kemi pa në ato ditë ëndra, është mirë të ne komentosh, do ta dim. I pari thot unë kum pa ëndër duke e shtrydhur rrushin edhe duke i dhënë me pi mbretit, duke i shërby pije. I dytë thot unë kom pa në ëndër më të çuditshme, thot, ëndra ime thot unë mbi kokën time po mbaj bukë. Edhe po vinë zësht dhe po hanë bukën, unë duke qëndruar ashtu në kam. Thot, është e lehtë kjo. Thot, ti pari, ti do të kthesh, do të shërbesh mbretit prap. Do ta kthesh pozitën që e ke pas. E me rushin që e shtridhin, që jep ke me pi mbretit. Kurse dytë thot ti do të likuidosh, do të vritesh. Vendimi i fundit të gjyqit do të jetë se ti do të likuidosh. Edhe ashtu ndodh subhanallahu.